Mllofta, jemi këtu në varrezat e Sharrës sonte. Na tregosh pak renditja e varreve ju atë ditë që keni varros familja Sharrë, a dallon prej asaj që sot këtu? Edhe a është i njëjti vend apo janë ndru varreza? Ja, është i njëjti vend. Renditja ka qenë veç treshja e parë. Do thotë pasi Shaban, Hamza dhe Ademi do të legjendari. Pastaj s'kemi mujt, kemi dëshiruar që edhe nonën general komandantit ta bim ofër, mirë po s'kemi mujt bas rrethanave. Do thotë renditja është treshja e parë, tjerë janë rendit më vonë. Emocionet kanë qenë të vështira atë ditë. Çka thamë bërë fort. Ajo më supersrita e ko gjë tjetër, emocionet. Tja zakonisht 56 kufoma, për gjitha moshave, për moshës më të re, dhe më të vjetër, për gjitha gjinive, ajo është e papërshkrueshme. Mirë po deshti madhe Zot që nuk ju shkoj dam ai gjark, inshallah i kujtojmë jo vetëm për vjetor, po i kujtojmë gjithë. Amin, amin. Zoti i shëroft. Zoti trujtë.